Ish banori I Big Brother VIP Kosova, Edi Kuqi, ka bërë një reagim të fortë pas largimit të tij nga shtëpia më e famshme në vend, duke zbuluar përjetimet e tij dhe arsyet që e çuan në këtë vendim drastik. Në një postim të tij në Instastory, Edi ka ndarë ndjenjat e tij që nga dita e parë në shtëpi, duke theksuar se nuk është ndjerë I respektuar. Ai ka përmendur se loja, presioni psikologjik dhe izolimi ishin sfida të mëdha, duke e bërë qëndrimin e tij brenda shtëpisë një përvojë të vështirë dhe të padurueshme. Kuqi pranon se ka pasur debate të shumta me banorët e tjerë, por thekson se gjithmonë ka kërkuar falje kur ka ndjerë se ka gabuar. Kjo tregon një vetdije dhe përgjegjësi për veprimet e tij, një aspekt që shpesh neglizhohet në ambientet e tilla të mbyllura. Reagimi I tij përfshin gjithashtu një kritik të fortë ndaj hipokrizisë dhe sjelljeve të shtyrura që ndodhin për publikun brenda shtëpisë. Edi shpreh qartë se nuk pranon aktrim dhe se për të, respekti është një vlerë thelbësore. Unë e shava hipokrizin me bovë për publikun, shava vlojnë me maska që bëhet në emër të publikut, ka thënë Edi, duke e bërë të qartë se ai nuk do të pranojë asnjë lloj manipulimi. Kjo situatë nxjerr në pah një problem më të gjerë në reality show, ku shumë herë banorët ndihen të detyruar të luajnë role për të kënaqur audiencën. Edi, megjithatë, ka vendosur të jetë autentik dhe të qëndrojë besnik ndaj vetvetes. Me këtë reagim, Edi Kuqi ka hapur një diskutim të rëndësishëm mbi natyrën e reality show-ve dhe presionin që ato ushtrojnë mbi individët. A është e mundur të jesh I sinqert në një ambient ku çdo veprim I jot është nën vëzhgim të vazhdueshëm? Ky reagim I Edit është një thirrje për reflektim mbi vlerat dhe moralin në botën e reality show-ve, duke e bërë atë një figurë interesante për të ndjekur në të ardhmen. Si do të ndikojë kjo përvojë në jetën e tij pas Big Brother? Vetëm koha do ta tregojë.